që vendos. Këto 3 pika kisha. Faleminderit që më le të flas deri këtu. Lutem, krah. 108 milion euro është e saktë për llogaritja, është e barazvlefshme. 180 milion. 180, këtë thash, 180 milion euro. 8 milion me 80 është çik. Jo, 180 ishte. 180, pra, thash 180 apo jo? Po pra. 180 milion euro. 180, s'ka gjë. 180. Mund ta një tani përsërisim ta kuptojmë. 180 milion euro është e barabartë me vlerën e inceneratorit që nuk ekziston. O do ta kuptojmë një herë e mirë që vidhet në këtë vend me qindra miliona euro. Po kaq është vlera e gjyqit Beketit, po kaq është vlera e gjyqit të tendrit Grek Famkeq të tunelit Elbasanit, etj. Pra janë me qindra. Se kemi fituar, kemi humbur. Po pikërisht pra. Janë paratë tuat të mia të dashurakin që duhet të paguajnë. Po flas me vlerë, tash nëse e shikon atë inceneratorin, të lutem, unë besoj që as ti nuk e shikon atë incenerator. Që do të thotë mjafton që brenda një jave, jo 100 ditësh, por brenda një jave që qeveria e djathtë të ndërpres pagesat për inceneratorin që nuk ekziston. Që brenda 60 milion thotë. O zot, edhe një herë. O fal, edhe një herë, ai përsëris edhe një herë. Çoli tash ne u treguam ultra korrekt, nuk pati asnjë ndryrje. Jo vetëm kaq, por flas, po thjesht në formën e debatit tash. Po debatit pra tash nëse e shikon inceneratorin me gjithë respektin, e shikon atë incenerator nuk ekziston. Asnjë publik nuk e shikon, që do thotë nuk ekziston, mjafton edhe një. Për këtë incenerator që do ndërpresën, ku do gjesh të 60 milion që the që do gjesh? Tash edhe një. Do t'i pjellë ai incenerator. Edhe një herë, buxheti i Shqipërisë ka shkuar ta marrin para 8 miliardë euro. Çoli, me 180-ën jemi më pak se 1% tani, e kupton? Domethënë kjo është edhe, domethënë në kur votu buxheti, ne çuam propozim parlament që ta çonin pikërisht pensionet që këtë mandat. Pra, leta merrte si credo. Leta merrte si credo, e çuam propozim ligjor në parlament dhe tham, ju lutem, e hollën në parlament dhe në një monstruozitet njerëzor, po sigurisht pra, e çuam në parlament sepse është 8 miliardë euro buxheti, është 8 miliardë don për publiku që na ndjek. 8.4 miliardë, tani që flasim dashur Agri. Nuk e humbin qindarka çolet. Janë 8 miliardë euro, janë 8 miliardë euro të cilat absolutisht ripërsëris tregojnë për volumin e jashtëzakonshëm të parave që mbledh taksa paguesi shqiptar sot. Dhe nuk pas ka 180 milion euro, po sigurisht që parat janë aty për publiku që na ndjek. Ky është premtimi i Shëndetësisë Falas që për rezultoi ju e dëgjuat dhe sfundmi nga një analizë fundit, janë rreth 800 milion euro që harxhohen për shëndetësinë, nga të cilat një pjesë pa përfshirje paguhet nga shteti, pra pensionistët e din shumë mirë. Dhe nuk bie as pak dakord, pra as pak dakord me këtë presupozimi që pensionistët janë të majt apo jo. Jemi në vitin 2025, kanë kaluar plot 33 vite nga vitet 90, që do të thotë këtu flasim për një shtresë pensionistë të cilët kërkojnë standarde jetese. Dhe madje duhet të shohim edhe element tjetër nga takimet në terren që kemi pasur në të përditshme, pensionistët shqiptarë ndihen absolutisht të zhgënjur dhe nga zhvalorizimi i euros, themin e euro për eksportet, por reminitancat kanë humbur 3%. Ka raste takoj dal në terren pensionistë socialistë, haptazi socialistë, të cilët thonë unë nuk do të kur që të votoja për Edi Ramën e për Sali Berishën e për një tjetër, i fërë me emra mbi emra, pensionistë revoltuar, ama thot që i mbirë të më lërë vetë mua 80 vjeç, dhe më përpart më sivte një 2.000 euro në vit, 3.000 euro në vit, dhe sot mua të më vlerë gjysma, më përpara 2.000 euro bënin 4 milion lek, sot më bëjnë, po themi, 1 milion lek, se është pjestuar në mënyrë radikale, ju e dini, paraja që vjen nga diaspora, mbi 40%, e pra thot më vjen keq, unë nuk e dua më Edi Ramën, lek në drogës, unë dua ndryshimin. Pra, ka një revolt ekonomike, një revolt sociale në gjirin e në komunitetit të moshës tretë, le mund ta quajmë, për arsyet nga më të ndryshmet. Pra, devalorizimi i remitancave, 100 euro bënin 140.000 lek. Sot 100 euro bëjnë më pak se 100.000 lek. Po, më pak. Rimbursimi i barnave, check-up ishte diçka e mirë, ato ishin sigurisht të lumtur në fillim, por e panë rrugës që check-upi ishte thjesht 2-3 analiza që më pas do të shkojë tek ilaçit që do pagoje në farmaci private etj. Pastaj me kismet dilte Indeksimi i pensionit nuk është rritja pensioneve. Për vite me radhë është shtyr indeksimi, sepse flasim për 12 vite pra pensione, jo vetëm për 2-3 vite e fundit. Indeksimi do të thotë që sa çrritet inflacioni, çmimet e tregut, shportës, aq duhet rritet proporcionalisht dhe pensioni. Indeksimi nuk ka ndodhur për vite të tëra, e përpasoj, sot ne duhet kemi rritje plus indeksim, në mënyrë që të themi pra, të kemi një fuqi blerëse më të lartë. Dhe e fundit pika që është po kaq e rëndësishme, të mos harrojmë, qytetarët shqiptar pensionistë shohin shumë se tani kanë më fëmijët e tyre në emigracion,
Qumshti është më lirë në Itali se në Shqipëri. Qumshti është më lirë në Itali se në Shqipëri. Dhe vjen një moment që ti thua, po prit, unë kam kontribuar një jetë të tërë për këtë Shqipëri. Dola në pension. Shqipëria duhet ja kthejmë mbrapsht. Mbaroi tranzicioni, iku komunizmi, hajde tani të jetojmë si njerëz më në fund pensionist europian. Ja hoqëm dhe viza që të ketë mundësi të tikojmë niprit e tyre, fëmijët e tyre në diasporë kretlishëm. Çfarë ndodh? Gjenden më të varfër se ç'mund ishin dje. Sepse kjo është më sepër. Por kam një ndërhyrje tjetër për Çoçolin. Jo, Çoçoli nuk